votat kanë mbajt një konsult, nësa jam vjeni, në tregoj timja, shpeshoj që ta votojmë, pra, për parlamentari, në është me rëndësi. Ne veç kemi dhonë disa opcione, po s'ka me ende informatë se a do të ketë në një ndryshim. Kemi thonë që në ashe do të jetë një kandidat unifikush e japim votën. Ma shumë s'ka... Saranda Bukujevsi pak ma herët ka këto dhe ta është propozuar emrian, po pa më pyet mu, pa bisedu me mu. Po s'është propozim... Pse ndoni jo Saranda Bukujevsi? Jo, s'është propozim, na kemi, shqyqoni, ajo ka qenë në këtare, edhe kem pa në udhëheqjet shansa, ka qenë korrekt, kam bajt një qëndrim shumë pasën të respektushëm. Për një do t'ishte problem me votu atë, po edhe Shqipja Qelimi, pak, sikur se dini edhe Dauti edhe Lahija edhe plot kanë miqësi me Regjen, Kalinda ashtu në diskutim kati rashisht, ne i kemi propozu ta dy emra si ndihmesh. Pra nuk janë propozimi yni realisht, po si mundësi i kemi dhënë. E dim që dhe e bën propozimin, nëse i kanë votat, nuk ka problem këndo që e votojnë. Kryetari parlamentit nuk është çështje politike dhe nuk i dashur me u bllokuar konstituimi i kuvendit. A ka pasur deputatëri që kanë bashkë për juve si kryetari AK-s për të biseduar apo për të gjetur një zgjidhje gjatë këtyre 48 orëve? Po jo, kishte sot, po këtu është edhe menaxhimi i keq për shembull nga VV-ja. Ata i kanë shtyr seancën e s'kan ndërmarrë asgjë. Vetëm tash një gjysore para seancës, kryesuesi zoti Dehari i ka ftuar kryetarët e partive, në këtë rast kanë shkuar timja dhe përfaqësuesit e partive. Po nuk është një çështje serioze ndaj kësaj teme. Pra, VV duke ditë që si ka votat, ka mujt para se me dhënë një propozim me u konsultu me partit, jo me dhënë kandidatin me dhënë tani na votoni se s'keni çare. A është do të bëjë pjesë e grupit juaj parlamentare dhe përfundimisht ai keni ndarë rrugë me Limajn, pasi kemi falje një gjest me Telma Goxha. Tash shfrytëzoj këta përgjigjen e Dekës që ka thonë çështja e dytë është e parvjeçit. Kem dhënë shpjegime shumë, po fitoj mu kthyn te. Duhet është e mirë që arna nuk kemi një marrëveshje, unë i kam ftuar gjithë deputet pa grup parlamentar të na bashkohen. Për zotin Limaj keni folë dje me tjerë ma pak ma ndryshme se që keni folë këto. Ju thashe e parvjeçit ma e kom kry. A ka që keni të reja? Se më ka një shpjegim i parvjeçit, po që keni folë sot, ose... Jo, s'ka diçka të reja. Faleminderit. Edhe juve. Faleminderit shumë. Janë të mira, faleminderit. Para se liç më shumë. Do ta votoni kushdo që është kandidat. Nuk ka ndryshuar. Është thënë ta kemi konsultuar për para, po shpresoj që do të del diçka prej tij. Ta kemi konsultuar, edhe nga këto bëj thirrje që secili ti pret mendjes vet dhe ta bëjmë kryesin e kuvendit sa më parë, sepse Ne marrëveshje me kryeministin Kurçi. jo, nuk kemi diskutuar për pjesën e qeverisë, po flasim për kuvendin, kryesin. Dhe po shpresojmë që sot do të lëvizim, sepse nuk shkohet kështu me bllokat pafundshme. Në kuvendit sot, a do Po, tash që kemi një mbledhje, unë vonova pak, tash do të shkoj. Po, edhe besoj që aty do të marrim vesh se çka është bërë prej ditës, do të të pardjeshme. ndryshimi emrit Alvin Jo, nuk është diskutuar, do të jetë sërish emri. E pse nuk është thirrë më herët? Në konsultime, pra nëse nuk ka ndryshim dhe po e shihni se nuk ka ndryshim as nga qëndrimet e partive tjera dhe pra çka është esenca e këtij konsultimi? Unë nuk thash që nuk ka ndryshim, unë thash që nuk ka informacion sepse tash erdha e patë edhe jo. A do të ketë ndryshim në kuptimin e emrit që pyetëm, po them jo, a do të ketë ndryshim në kuptimin e ndonjë situate, do ta shohim. Lumire, po më Na jeni këtu jashtë. Ata janë tjerë. Ata si janë me juve, e një ndohë dhe ju media që shto. A shkojnë që atje, pra, hajde. Edhe komentojnë Ka përgjigj po a ka ndryshuar qëndrimet e juaja? Me para. Tanim leni themi që në qoftë se gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka pas marrëveshje politike dhe kjo seancë do të jetë e kotë. Partia e parë, partia që ka më shumë të numrin e deputetëve në këtë parlament e ka për detyrim demokratik të gjejë kompromis me partitë që kanë ofruar gatishmëri për kompromis.
Nëse nuk ka marrëveshje politike për zgjedhjen e kryeparlamentarit, do të jetë një seancë si çdo seancë tjetër. Tani, qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës tashmë keni të qarta, ne si LDK ndajmë pikpamje krejt ndryshe prej partisë së parë, edhe sa i përket politikave publike në vend, edhe sa i përket qasjes, edhe sa i përket vizionit për të ardhmen e Kosovës. Por ne jemi një parti me 20 deputet. Kam parë e kam dëgjuar dhe parti tjera parlamentare që kanë gatishmëri të takohen e të gjejnë kompromis me partinë e parë, le ta bëjnë një gjë të tillë. Nga perspektiva jon është tërësisht e pakuptim, besa dhe çuditshme, se si një parti që ka 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë me 61 deputet. Dhe përkundër kësaj është dhe më çuditshme se si një ditë bëjnë postime se partitë shqiptare janë bërë bashkë me listën serbe, të nesërmën akuzojnë se jo shtërsuar mendja e pas nesër kërkojnë kompromis. Pra nuk din cilën botë kjo gjuhë funksionon. Por LDK shumë është e qartë, por nuk e shoh se si arrit marrëveshja politike me një gjuhë të tillë, edhe me një qasje të tillë. Pra shantazhi nuk do të duhet të ishte gjë diskutimit tani, por kjo është rruga dhe mënyra se si ka zgjedh partia e parë të bëj politikën këto momente. Lejoni edhe një herë të them që jemi të qartë sa i përket qëndrimeve tona, por më tepër bindjet tona janë se partia në pushtet partia e parë duhet të ofrojë një kandidat që përfaqëson denjësisht kuvendin e Kosovës, një kandidat që lexon skriptat partijake në një seancë që ka të shkruar le të themi edhe skenarin. Paramendoni si do duke një kuvend kur asnjë gjë bazike nuk respektoj siç është sot. Pra duhet të jetë një kandidat konsensual që besoj se parti tjera kanë shprehur gatishmërinë ta mbështetjen. Jo, ne nuk kemi kandidat konsensual sepse jemi në tavolinë diskutuese. Pra ne jemi shumë qartë, ne jemi në opozitë, synojmë të jemi në opozitë, pra kjo është qëndrimi ynë politik, por ka parti tjera që kanë gatishmëri. Le të gjejnë një gjuhë sepse politika është për kompromis, demokracia është kompromis, nuk është urrëtie. Po s'mund ta kuptoj se si në një anë ofendohen, shohen, bëm bashkë me listën serbe, e në anën tjetër kërkohet kompromis. Këtë gjuhë nuk e di ku funksionon kjo gjuhë. A keni marrë pjesë së ri edhe nëse ne për ta kemi kryeministrin Kurti, kryeministrin në detyrë tashmë, a do të shkoni në takim pasi e dim që keni refuzuar një pjesë? Deputeti Kurti. Edhe deputeti. Jo, edhe deputeti. Kur shkon në qeveri? Me qenë se shkon në qeveri do të ketë padi penale për këtë. A keni bërë sepse Bajrami ka do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të jetë deputet edhe ushtrues e tyre e një pozicioni tjetër është ndaluar në kushtetutë, ka që thjesht është kjo çështje. Tani, ne edhe një herë po themi, qëndrimet tona janë bukur të qarta dhe janë të pandryshueshme. Por LDK është njëra prej 15-16 partive që ka Parlamenti i Kosovës. Le të gjejnë gjuhë për bashkët të tjerat dhe ky pozicioni i është i qartë, është në kontribim demokratik të demokracisë Kosovës. Jo patjetër duhet të bëhemi bashkë 120 veta për një çështje. Mjafton 61. Unë po të kisha 48 deputet, sot do ta kisha edhe kryetarin e kuvendit, edhe qeverinë. Por se ta bëja duke i sharë tjertë, e duke kërcënuar tjerë, e duke i shantazhuar tjerë. Politika është art i diskutimit, është bindje, është parim, është një zore fundja ditës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Vërtet tashmë kjo situatë është përkeqardhje dhe ne përshofim në një fazë që asnjëherë që ka ndodhur Republikës Kosovës. Kanë kalu 73 ditë prej përfundimit zgjedhjeve. Kanë kalu 27 ditë prej kur janë certifikuar të zgjedhjet dhe që është dashur me marrë një mandat edhe për themelimin e qeverisë dhe ne ende nuk kemi institucione të themeluara, të buruara nga verdikti qytetarëve nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, sepse lëvizjave të vendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçur. Unë e përsëris atë që e kem thënë si Partia Demokratike të Kosovës edhe para 2 ditësh. Lëvizjet e vendosje i takon ta propozoj kryetarin. Nëse i ka votat dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë mundën me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk mundën të imponojnë për votuesit, për deputetet e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik.
ky mentalitet që ne kemi po të shpërfaqur edhe në zgjedhje, nuk kalon. Sepse edhe në zgjedhje, vetëm që nështë s'kam pas ofertë, po kam pas kërkesë, ka qenë lëvizja e vendosje, që kërkon të numër të votave. Edhe sot po vim për na i kërkojmë votat neve. Nuk merret vota me zor. Ne jemi këtu, do të ishim të gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidaturë tjetër, jemi të gatshëm mos me prit 48 orë, sepse s'është obligative me shku 48 orë. Rregulloria thotë jo më vonë se 48 orë. Do të kishim mund me u taku prap nesër, kishim mund me u taku prap masdite. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Dhe ju e dini që tashmë një nga kolegët e mi opozitor, nga ajo që kam dëgjuar, ka dhënë propozim për 2 emra caktuar. Sikur të dënte lëvizjave të vendosje me zhblloku situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po 2 kandidatë. Nga grupi tyre parlamentari marrin votat e mjaftueshme. Por, po duket që qëllimi tyre është me vazhdu blokadën, për çka shpreket çardhje dhe realisht jemi në një situatë nga e cila duhet të dalim, por që hapi pari takon pikërisht lëvizjeve të vendosje. Lëvizjeve të vendosje me qenë se kam përmend që kam bufisë për takim me partitë opozitare, çka E para punës, ky takim është pa mandat, sepse po vazhdon një njëjta logjik e thirrjes së takimeve konsultative, të cilat nuk i takojnë kryesuesit të seancës. Por pikërisht duke mundu me dhënë kontribut për dalje nga kjo situatë, ne kemi marrë pjesë aty. Po ka qenë një takim nga i cili s'ka asnjë produkt. Ka qenë takim i këtij mentaliteti që bëhet atë, të imponimit, të arbitraritetit, të idesë që na këndojmë me qesëm një s'keni qare pa votu. Po jo se në asnjëherë, krejt ju ja përgjigje, asnjëherë në historinë e këtij kuvendi nuk ka ndodhur që shumica parlamentare, në këtë rast nuk ekziston, po ati që ka taku propozimi për kryetarën e kuvendit, me kërku me imponim, me marrë votën e opozitës. Kur nuk e kanë votu asnjë nga kandidatët e kaluar kur kanë qenë në opozitë, pikërisht lëvizjave të vendosje. Dhe ne nuk kemi dalë të me thonë s'keni qare, sepse obligimi i të parit është me kriju shumicën parlamentare. Këta s'kanë shumicë parlamentare. Kjo është evidente, sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni nëse 3 herë nuk i merr votat, me çfarë logjike dojnë me ardhë mas nesër tash me na e thonë edhe një herë emrin e njëjtë. Është fyrje për këtë institucion, është fyrje për qytetarët, sepse është vazhdim i qëllimshëm i blokadës. A jeni të gatshëm të votoni Saranda Bujeci ose Shqipe Selimi? Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përçarjes, po dhe dështimeve siç i ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Haj nuk më takon mu me adhon propozimin, sepse menej që veç i kësha bo dëmë. Jo e keni po, momentin që del të kështë e propozon për neve, thujmë që kjo është i pranushëm, këta pas taj frikojnë me linqojnë mrena, ose e shtinë me reagu, ose e kërkojnë. Neni 22 e rregullorës Kuvendit të Kosovës thotë që unanimisht me votu kryetarin e propozuar ka që vjen nga mandatari institutorët të zgjedhjeve të nënshkutit. Se s'po respektohet neni 22 por edhe kushtetuta. Në asnjë mënyrë nuk ka asnjë rregull kushtetues Republikën e Kosovës që imponon votën e deputetëve. Mandati i deputetëve është i lirë. Mandati është i lirë për deputetët. Deputetët duhet votojnë, pra kundër të abstenojnë, po mandati është i lirë. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka përcaktuar këtë dhe kushdo që tenton me ja imponu vullnetin tjetrit, në këtë rast deputetëve zgjedhur, bën, si më thoni, largim prej frymës të kushtetutës. Faleminderit shumë, mirupafshim. A mund filloj? Atëherë përshëndetje për të gjithë. E patë edhe sot edhe një vazhdim i seancës i dështuar. Në fakt janë rrethana të cilat nuk po ndryshojnë mirë, po ajo çfarë po kërkohet në këtë rast prej lëvizjes vetëvendosje është që të ndryshojë dhe të imponohet vota e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Siç e kemi potencuar disa herë, deputeti është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues, është përfaqësues i popullit, askush nuk mund ta detyroj dhe t'i kërkoj votën
por ai është i lirë që të votoj. Ne tani me jemi shprehur disa herë që nuk jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i kuvendit zgjedhet në dy forma, ose me marrëveshje politike, ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm, e ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim pikë së pari për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të kushtetutës, ju e keni pa edhe pas betimit që e kanë dhënë në Kuvendin e Republikës së Kosovës si deputet, të njëjtit vazhdojnë të dalin në zyre dhe i kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës që nënkupton këta kanë shkelur betimin e deputetit dhe rrjedhimisht kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe për këtë dua t'ju informoj që një grup i juristave të Lidhjes Demokratike të Kosovës tani më është në proces të finalizimit të kallëzimit penal, të cilin besoj që është shumë shpejt. Nesër do presim që ta dorëzojmë. Në momentin kur ministrat e largu, do të besin institucionet të pata? Ju e dini që ka pasur histori, na nuk jemi mbretëri, nuk mbesin institucionet e pata, për shkak se në secilin ministri ka zavenca dhe zavenci mund ta kryejë funksionin në momentin kur aty mungon ministri, ose të njëjtit nuk është dashur që ta bëjnë betimin si deputet, sepse neni 72 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili flet për papajtueshmërinë, e thot qartë. Domethënë, edhe sipas interpretimit të tyre, sepse deri me dje, deri sa e kanë bërë betimin, këta janë lidhë që flitet për 2 legjislatura të ndryshme, kurse tash po flasim brenda legjislaturës. Deputetët, të cilët e kanë bërë betimin si deputet, neni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Jo, nuk është çështje, nuk është, veç pak, ju lutem, nuk është çështje e interpretimit, sepse neni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës e tregon qartë, dhe na tani kemi histori të institucioneve kur kryeministrat ose ministrat nuk e kanë bërë betimin derisa e kanë dorëzuar detyrën, në qoftë se ata kanë dashur që të vazhdojnë të rrinë në detyrë, për ndryshe, unë si ministre kur kam bërë betim, domethënë paraprakisht kam dhënë ndërheqje, kam dorëzuar detyrën një ministri tjetër në detyrë dhe kam ardhur e kam bërë betimin, por nuk jam kthy më në institucione. U potencu edhe me herët se zoti Dehari nuk ka asnjë autorizim që të thras takime konsultative, na tashme jemi në proces të votimit. Thjesht zoti Dehari për shkak të moshës bën kryesimin e seancës konstituive, e cila siç duket nuk po përfundon për shkak të blokadës së tyre, mirë po ai nuk ka autorizime. Ne jo s'kemi qenë, ne e kemi deklaruar votën tonë, ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje politike, nuk jemi të gatshëm për kompromise me lëvizjen vetëvendosje dhe rrjedhimisht nuk kem arsye për çfarë të marrim pjesë në takim. Cili do të ishte roli i Lidhjes Demokratike të Kosovës në zhvillimin e kësaj situate dhe në konstituimin e kuvendit, nëse lëvizja vetëvendosje lëvizin ka qëndrim njësor edhe propozon një kandidat tjetër që kishte qenë më i pranueshëm për opozicion. Lëvizja vetëvendosje në këtë pikë ka përgjegjësinë kryesore për zhbllokimin e institucioneve dhe konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Është partia e cila ka dalë para në zgjedhjes, si e tillë duhet të krijojë shumicën parlamentare dhe këtë nuk po mund ta bëj. Lidhja Demokratike e Kosovës, siç e dini, janë 15 parti parlamentare. Domethënë, ne jemi deklaruar që nga fillimi që nuk jemi të gatshëm për marrëveshje politike dhe kryetari i kuvendit rrjedhimisht duhet të bëhet me marrëveshje politike. Këta nuk dëshirojnë të bëjnë me marrëveshje politike, janë edhe 14 parti të tjera, 13, domethënë nëse heqim këtu LDK-n dhe Lëvizjen Vetëvendosje, i kanë, ne jemi 20 deputet në kuvendin e Republikës së Kosovës prej 120-ve, janë domethënë edhe të tjerë të cilët janë të gatshëm të hyjnë. Është pa aftësi dhe përgjegjësi e tyre për të krijuar një shumicë të cilën ata s'po mund ta krijojnë. Deputeti grupi i parlamentar apo ndryshoni vot nëse është propozimi të vës për deputeti një grupi tjetër parlamentar? Kandidaturat sigurisht që vijnë si rezultat i marrëveshjeve politike, normalisht që nëse Lëvizja Vetëvendosje ka marrëveshje politike me grupe të tjera politike në kuvend, atëherë ata marrin votat e atyre grupeve. Domethënë ne nuk kemi vot as për partnerët e koalicionit të Lëvizjes Vetëvendosje.
Faleminderit, kaloni mirë. Përshëndetje gjithëve. Atëherë ishim dëshmitar pra edhe të një vazhdimi tjetër të seancës konstituive, ku me gjithatë deputetët e Kuvendit Republikës Kosovës dështuan që të konstituojnë Kuvendin, pra që të votojnë për kryesinë e Kuvendit, në mënyrë që të hapet rruga për formimin e institucioneve tjera, si që është qeveria në këtë rast. Ka disa kundërthënie, disa paradokse në lidhje me sjelljen e deputetëve të opozitës. Disa po dëgjuam deputetin Bajrami që tha se duhet marrëveshje politike, duhet konsenzus, mirë po 2 minuta më herët, po e njëjta tha që ata nuk janë që të bëjnë marrëveshje të tillë dhe s'kanë marrë pjesë as në takimin konsultativ. Pra kjo është sjellja nëse duam ta përkufizojmë në një fjali e opozitës aktuale. Dhe më thonë, janë totalisht të pa interesuar që të konstituojnë të Kuvendin, janë të pa interesuar që të zhbllokojnë procesin, përkundrazi, pra edhe bllokojnë, por edhe nuk duan të hapin rrugë që të tjera të zhbllokojnë. Dhe më thonë, me votën e tyre kundër, ata po e pamundsojnë konstituimin e Kuvendit. Duhet ta qartësojmë edhe një gjë. Të gjithë pajtohemi që qeveria duhet të formohet nga shumica parlamentare, sepse këtë e kërkon kushtetuta dhe nuk mund të qeverisë në një skenar teorik, do të mund qeverisin të gjithë, mirë po praktika e ka treguar që zakonisht fituesi i zgjedhjeve merr partner koalicioni nëse ka nevojë, e bën shumicën e nevojshme prej 61 deputetëve, që është minimumi kushtetues, dhe vazhdon qeverisin. Tek konstituimi i Kuvendit është pluralizëm demokratik. Pra është shtëpia e deputetëve përfaqësuesve të popullit, të cilët pra duhet ta konstituojnë Kuvendin. Dhe po të ishte ajo çfarë po pretendon opozita, që barra, përgjegjësia e formimit e konstituimit të Kuvendit i takon vetëm partisë fituese, atëherë do të kishim kryetarin dhe 5 nënkryetar të partisë fituese. Për fakti që kemi kryetarin që propozon partia fituese dhe pastaj nënkryetarët që përfaqësojnë gjitha subjektet tjera më të mëdha në Kuvend, kjo nënkupton që kemi të bëjmë me pluralizëm demokratik dhe duhet të marrin pjesë të gjithë në formimin e institucioneve. Pra po e shohim kush po bllokon, po e shohim se po dalin të pavërteta gjitha pretendimet që kanë qenë më herët, pra para se të arrijmë në këtë pikë që gjaja lëvizjave të vendosje do të refuzoj të propozoj kandidat për të zvarritur procesin, ja ku e kemi kandidatin, pra është Albulena Haxhiu, mirë po e shohim që opozita po bllokon këtë rast duke mos e votuar. Keni tashmë 2 emra për kandidat për parlamentar që kanë përmend kryetaria AK-s, kur po e përmendni vazhdimisht bllokimi që po e bën opozita, në fakt a mendoni që edhe ju jeni duke e bllokuar për faktin që tashmë keni edhe 2 alternativa tjera, cilat edhe mundeni me i bash bllokimin e institucioneve, përveç kësajna, a mundemi me ditë me nismën deri ku jeni me marrëveshje. Nëse keni arrit marrëveshje me nismën, I falenderoj të gjithë deputetët që kanë vullnetin e mirë për zhblloku procesin. Por gjithsesi duhet të rikthehemi tek baza. Kushtetuta thot propozimi i takon partisë fituese. Pra nuk mund të marrim propozime nga partitë që janë në 4-ta me radhë në këtë rast, siç është AK-ja, nëse po i referoni atyre. Pra propozimi i takon partisë fituese. Propozimi ynë është Albulena Haxhiu. Nëse filloj me hym këtë qarkun e kontestimit të kandidatëve të njëri tjetrit, atëherë edhe ne do ta kontestojmë kandidatin e LDK-s për nënkryetar, kandidatin e PDK-s për nënkryetar e kështu me radhë. Dhe nuk konstituohet Kuvendi kurrë. Sepse nëse ne bëjmë shumicën me 61 vota, i bie që ata se kanë pastaj shumicën për nënkryetarët e tyre. Por ne si jemi të interesuar për bllokada, përkundrazi, po të varrej prej neve, Kuvendi do të konstituohej me datën 15 prill. Shkeni më rëzëm që opozita është duke e bloku, në fakt partitë opozitore deri tash janë duke e bloku konstituimin e Kuvendit. Çka do të bëjë lëvizja dhe vendosje për ta zhbllokuar, me qenë se ju e dini tashmë që ata nuk lëvizin prej qendrimeve tyne për me votu zonin Haxhiu për kryeparlamentare. Cili është hapi që do ta marrë lëvizja dhe vendosje për ta zhbllokuar Kuvendin? Ju thatë më herët është pluralizëm e krejt, mirë po na e dim që edhe më herët ka pas deputet që nuk kanë votu kryetarët që janë propozuar prej partive tjera kur i kanë fituar zgjedhjet. Pra çush mundet mu zgjidh që kemi ne?
hapi që ne do të ndërmarrim është që t'ju bëjmë thirrje edhe një herë gjitha subjekteve opozitare që të reflektojnë ngjashëm siç bën herën e kaluar, pra sepse edhe atëherë ju kujtohet që ishte insistimi që ata kanë të drejtë dhe nuk do të votojnë asnjëherë, madje edhe një orë para seancës pa deklarata të tilla dhe pastaj u votua, sepse është në interesin e shtetit që të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet. A nëse hym pastaj në raportet ku ne ja kontestojmë njëri tjetrit dhe njëra palë duhet të lëshoj pe, pastaj përfundojmë prap në paradoksin tjetër, siç po e ritheksoj, ku edhe nënkryetarët duhet të kontestohen pastaj. Çka nëse neves na pëlqen një nënkryetar, por ne s'po dojmë shku aty. Ne jemi të interesuar me vazhdu përpara me konstituim të kuvendit. Kandidati jon për kryetar të kuvendit është Albulena Haxhiu, kryetare e GVV-s, është deputetja më e votuar në legislaturën aktuale. A mundi të shkojmë edhe voti asnjëherë nuk ka votuar kryetar të kuvendit ndër vite. Ka qenë edhe është vite a mundem të t'ju mbrati. Strasi atë me identifikacion që votu kryetar të kuvendit. Nëse po dëm me marr pyetje. A mundemi? Ju mund ta bllokoni në kryetar e partive tjera, por fillimisht duhet të sillet kryetari i kuvendit, apo tani që fillimisht ju do të shkoni prapë. Jo, ne nuk jemi të interesuar për blokada. Çka po them është që nëse hymë në skenare të tilla, atëherë është një skenar paradoksal. Pra fjala paradoks në kupton që dy situata të ngjashme s'mundën me ekzistu në të njëjtën kohë. Pra nuk mund të kemi situata ku edhe ne kemi shumicën prej 61 deputetëve për ta votuar kryetarin, por edhe opozita ka shumicën e 61 deputetëve për t'i votuar në kryetarin. Kjo është situatë paradoksale e ne kjo është logjika e opozitës në fakt. Ata po e kërkojnë këto. Që të hymë në një logjik paradoksale e cila nuk na çon askund. Ne jemi të interesuar që të zgjedhim institucionin. Që mos më përsërit një situatë të tillë si keni a ka me pas forcë politike. Ne jemi të gatshëm, kryesuesi i seancës besoj që do t'i ftoj edhe një herë partit politike në konsultime, ne jemi të gatshëm çdo herë do të marrim pjesë në këto konsultime, siç edhe kemi marrë pjesë deri më tani, u takon partive tjera. Shpresoj që në thirrjen tjetër për konsultimet marr pjesë edhe LDK-ja, jo sikurse sot që nuk ishin në këto konsultime, dhe që të ketë një dakordim dhe të ecim përpara. Zoti Murat, doni me jo vetëm ja lanë kryesuesit të kuvendit, pasi që të njëjtët opozita në këtë rast thotë që është shkelje rregullore se do të koshtojë mandatin që kryesuesi i seancës në pirata në kafe. Si legjezave të ndërtosja jeni të gatshëm që secili prej partive, me që po kërkoni edhe marrëveshje politike për me votu krye parlamentarit, a jeni të gatshëm që secilin prej partive me i ftu si lëvizjeve të vendosje edhe me diskutu për mundësinë e votimit të krye parlamentarit, jo vetëm me dalë në konferenca dhe me manifestojnë, por me i ftu tamam edhe mund të diskutojnë. Po besoj që kryesuesi i kuvendit u dërgon ftesë zyrtare. Por sa i përket asaj se a është shkelje e rregullores apo kushtetutës, kjo tashmë është me vetë faktin që nuk po konstituohet kuvendi, do të thonë është në shkelje, sepse kushtetuta kërkon që kuvendi i prodhuar nga rezultati i certifikuar nga KQZ, mund të kemi mos pajtime aty gjithë, edhe ne kemi ankesat tona për disa vota me post. I kemi bërë të qarta, por megjithatë ky është rezultati që ka certifikuar KQZ. Dhe tash ky rezultat pra duhet të shkojnë tutje përderisa nuk ndryshon diçka nga organet e rendit. Me këtë rezultat duhet të konstituohet kuvendi. Këtë po e refuzon opozita. Prandaj është e nevojshme që kryesuesi t'i ftoj. Përndryshe po të konstituojë kuvendi, po të respektojë rezultati zgjedhor dhe dispozitat ligjore kushtetuese, s'do të kishte fare nevojë që kryesuesi t'i ftonte. Ndër vite lëvizjave të vendosi nuk e ka votuar në histori asnjëherë kryetar të kuvendit, derisa po vazhdoni me akuzu opozitën. A ka qenë edhe atëherë kuvendi shtëpi e demokracisë? Ka qenë çdo herë dhe vazhdon të jetë. Ne atëherë kemi insistuar, pra që të bëhet një gjë e tillë, kemi insistuar që shumica duhet ta formojë edhe konstituimin e kuvendit, por kemi interpretimin e gjykatës kushtetuese, që atëherë për neve ka qenë fatale edhe për demokracinë, por është një gjykim i tillë dhe praktika e tillë duhet vazhdoj. Tash nuk mund ta ndryshojmë sa herë që opozitës si konvenon. Apo jo? Faleminderit.
kuvendit dhe ashtu siç do të thotë vendimi i Kotës Konstitucione, përgjegjësia për propozimin e shtetit bajan. Është logjika e një propozimi i cili nuk ka. Jo, logjika e propozimit është baza kushtetuese. Kushtetuta e parashet që fituesi i zgjedhjeve të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit dhe deputetët e votojnë. Nuk thot askund që fituesi duhet t'i sigurojë votat, sepse në atë formë pastaj kalojmë në skenarin tjetër. Pse të mos i kemi edhe gjithë nën kryetarët, por nuk është esenca e tillë. Kushtetuta thot kryetari dhe një nën kryetari takojnë fituesit, dy nën kryetar tjerë takojnë partive tjera, dy partive tjera me radhë dhe dy nën kryetar të tjerë takojnë komuniteteve jo shumicë. Pra këtë e thot kushtetuta dhe po të kërkohej që secili nga këto grupe të kishte shumicën në kuvend, do të kishte situatë paradoksale ku nuk konstituohet kurrë. Ne e kemi propozuar kandidaten Albulena Haxhiu sepse mendojmë që kjo është përfaqësuesja më e mirë për subjektin ton parlamentar. Si rezultat i tillë, kushtetuta e kërkon një gjë të tillë dhe nëse ka mospajtueshmëri, pastaj kalojmë në situatën tjetër. Edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët për nënkryetar të subjekteve tjera. Edhe neve mund të mos na pëlqejnë kandidatët për nënkryetar të subjekteve tjera. Mirë po, është konsensus politik që për të hapur rrugë, pra edhe njerë, theksi është këtu, jo taktizimet që po bëhen nga opozita. Theksi duhet të vendoset që shtetit Kosovës, Republikës Kosovës i nevojitë në institucione. Kemi një proces zgjedhor që ka prodhu këtë rezultat. Ky rezultat duhet të përfundoj me konstruimin e kuvendit e pastaj të kalojmë në fazën e zgjedhjes së qeverisë. Nëse zgjedhet qeveria, vazhdojmë tutje. Nëse jo, shkojmë zgjedhje të reja, prodhohet një rezultat i ri. Por deri atëherë, pra synimi dhe theksi që duhet të vendoset është a duhet të konstituohet kuvendi. Po besoj përgjigja unanime është po. Si mund të lëvizim tutje, duhet deputetët ta votojnë kryetarin e kuvendit, nën kryetarët, sepse kuvendi konstituohet kur votohet kryetari dhe 5 nën kryetar, jo vetëm kryetari. Faleminderit shumë. Po, unani. A keni me... Okej. A jeni gatshëm të Haradina e njohur me lëvizjen vetëvendosje, nëse një ka ju kupton për me e arrit një marrëveshje politike për me zhblloku kuvendin në këtë pikë me votu kandidatën e tyre për kryeparlamentare. Sot jesh përgjigj, pra përfaqësuesja jonë, ftesës se zotit Dehari, time kadria nënkryetare aleancës ka qenë, deri tani ju kem përgjigj çdo ftesë kësaj natyre, besoj antarmen tim jana përfaqëson neve, është në rregull që të konsultohemi, ndja këtë që s'po ka mirë kuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesuar që të zgjidhet kryetari i kuvendit, nën kryetarët të konstituohet kuvendi. Po, a jeni gatshëm me arrit një marrëveshje politike me ta që shpotojnë për me votuar Albulena Haxhiun? Po, deri tani betejë politike nuk është zhvilluar asnjëherë për kryetarin e kuvendit edhe konstituimin e kuvendit, që që dini betejë fillon me konstituimin e kuvendit për qeverinë, qëndrimet tona, saj përket qeverisë që i dini, jemi për qeverinë e opozitës, saj përket konstituimit kuvendit, jemi të interesuar, pra përsëris edhe njëherë, ashtu që kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën, ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet edhe kjo. Me votuar Albulena Haxhiun? Nëse vetëvendosje zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. A nëse nuk tërhiqen, e propozojnë
Këtë seancë njëpi. Pra, tani, ne jemi të interesuar që të konsultohemi që opozit, pra, si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajt kështu Kosovën, kuptohet, muj me diskutu kush e ka përgjithësinë, kush e ka fajin, të gjitha faj bjen mbi atë që s'ka shumicë. Pra se ka shumicën, si ka votat, edhe nuk jep ndonjë opcion bashkëpunimi. Pra bashkëpunimi nuk është vetëm bën si të them unë, nëse ju duhen votat tona, atëherë duhet me bashkëpunu. Nuk e di përveç, nuk e di. Ne qëndrimin e kemi rreth saj, mbetet jo, po është një situatë jo e mirë dhe na duhet me pasi me vepru më tutje. Në princip, ajo ka qenë logjika, zonja Agjeu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos më ndalë të kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon. Ju i keni propozuar 2 emra, po nëse propozohet e zëm Fatmir Limaj e votani? Nuk besoj që merr votën e aleancës. Zotja Radina, po një të vërdonë të opozitës që në të votuat profesori i kuvendit dhe të shkollës zgjedhje. Zgjedhjet e duke përmend vazhdimisht, edhe është një zgjidhje. Ja, kjo ideja me kurzu votën, se nëse s'na votoni ju qojmë zgjedhje, edhe për me shku zgjedhje duhet dakordimi i opozitës. Pas mu shpërba kuvendi pa votën e opozitës. Pas si ka me e dërgue dikush Kosovën zgjedhje që ka vetëm 57 vota. Pas ka ma shumë fuqi se aq. Kjo është një farë ashtu, për ata që e blejnë këtë blaf, e përdorin, por unë jam interesu, ju dini edhe për blokatën e parë, kombajt një qëndrim bukur insistus që gjinet formula mos me undalë konstituimi i kuvendit, jam interesu me u konstitui kuvendit edhe kësaj here, pra edhe me kryetare nën kryetar, nuk po dëshiroj me undalë nga, ose nuk dëshiroj me undalë nga opozita, por nuk është një situatë e mirë, ne do ta gjejmë një dalje nga kjo gjendje. Ju faleminderit media. Jo, qëndrimi i njëjtë në gjitha ato të cilat i citoj zoti Murati, unë sinqerisht du t'ju falenderoj edhe për durimin, edhe për përcjelljen e seancave ose seancës konstituive, cila nuk po mbyllet, në këtë moment tepër të rëndësishëm për vendin edhe për formimin e institucioneve. Këtu para jush jam që vetëm një hap tutje ta shtyej dhe të deklaroj që lehtësia me të cilën po gjykohet dhe po vlerësohet mundësia e ndrimit të kandidates nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje është tërësisht i papranueshëm për ne. Më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj edhe një herë dhe gjithë opinionit dhe gjithë atyre që e kritikojnë zonjen Haxhiu, që Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit me 125.000 vota. Apo thënë ndryshe në numra, 3 herë më shumë vota se parafolsi zoti Haradinaj, me 40.000 vota, apo 2 herë më shumë se i tërë grupi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nismën, grupit konservativ intelektual që kanë qenë bashkë. Dhe të pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është i pakontestueshëm. Gjithashtu nëse krahasohet edhe me vetë liderin e opozitës, zotri Memli Krasniqin, zonja Albulena Haxhiu është 30.000 vota para zotit Krasniqi. Ju lutem mos të marrim aq lehtësisht mundësinë e ndryshimit të një propozimi, kategorizimin, kualifikimet mizogjene, e gjithashtu edhe vlerësimin e punës dhe aktivitetit të saj politik në mënyrat më brutale të mundshme. Zonja Haxhiu ka qenë mbi 11 vite deputete e opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Roli i saj nuk ka qenë unifikues me thirrje, po ka qenë opozitare. Edhe besoj si opozitare ka tregu për kushtimin, betejën e vazhdueshme për të gjitha kauzat të cilat ajo dhe Lëvizja Vetëvendosje i kanë përfaqësuar. Pastaj në rolin e ministres së drejtësisë, në rolin ekzekutiv, prap ka përfaqësuar ekzekutivin dhe qeverinë Kurti 2. Prandaj të vlerësohet sot, ju lutem. Jo,
unë po mundohem që edhe një herë t'i sjell edhe për ish kryetare PTK zotë Veseli, i cili ka qenë më kanë më votuar në atë kohë. Si keni pas as këtë mendim, që u dash me thonë se po i ka gjitha vota duhet të votojnë. Më lejoni t'ju rikujtoj që në momentin kur zoti Veseli është kandiduar, ata kanë qenë pjesë e një liste e cila ka pas koalicion. Dhe është tregu qëndrimi politik. Nuk kemi qenë këtë situatë që jemi aktualisht. Ne po e tregojmë cilat janë rrethonat. Ne po e kërkojmë konsenzusin. Sot në takimin për të arritur një konsenzus i përbashkët, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mori fare pjesë, Partia Demokratike dhe Aleanca përmes përfaqësuesve të tyre, zonjës Shitaku dhe zonjës Kadriaj, deklaruan se aty janë vetëm ndaj respektit për kryesuesin e seancës zotin Dehari, por që kjo nuk është kategori për diskutim. Me të vërtetë, Si parti politike, si vendosi, po jo si së pari, më lejoni t'ju rifreskoj kujtesën që ka qenë shumë shkurt kur zotri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministri në detyrë, ka dërguar ftesë për Lidhjen Demokratike bashkë për këtë proces. Dhe në konsistencë ata kanë refuzuar edhe takimin. Të njëjtat deklarime, mos them edhe çfarë natyre ato të parafolksit, me kualifikime, kategorizime, ofendime, sharje të tjera, kanë qenë ndaj zotri Kurtit. Këta po deklarohen. Por çka ne sot jemi këtu, nuk jemi në aspektin e vlerësimit subjektiv për njëri tjetrin. Jemi për të treguar që kemi seriozitet për të kaluar bllokaden apo kërkoj ndjes, bllokaden dhe për të zhbllokuar situatën institucionale që është aktualisht. Lëvizja Vetëvendosje nuk është e interesuar të mos konstituohet kuvendi dhe të mos fillojë rrjedhja e afatit për formimin e qeverisë. Për atë jemi. A ka ndonjë zgjidhje Vetëvendosja jashtë kësaj, se dhe më tonë është tjera e stisat më radhë që vazhdimisht po përsëritet e shkata që e po nekur E pesta. E pesta herë që janë të përsërit deklaratat e njëjta vazhdimisht. Edhe ku janë ato gjatë e vota që kemi përmend prej non shkurtë, që kemi gjatë e vota gjatë e konsultime politike, ju nga zotë Dehari, po ka shumë partisë. A do ta bëni këtë gjë deri të premten, sepse po e konsiderojnë që ju ditën e seancës në udhëtim një orë para seancës. Në rast se do të ndryshonte qëndrimi i subjekteve politike për të ulur dhe për të biseduar me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje në frymën e zhbllokimit të situatës dhe rrethonave për konstituimin e organeve të kuvendit me propozimin të cilin ne e kemi paraqitur, po në rast se fillohet me kërkesa apo me propozime të cilat lehtësisht po merren si të mirëqena se mund të ndryshohet kandidatja e Lëvizjes Vetëvendosje, atëherë jo. Në situatën aktuale, unë edhe njëherë bëj thirrje të gjithë deputetëve të zgjedhur të legjislaturës së nëntë të vendosin për ecje të mirëfillte përmbajtësore të mandateve të tyre dhe konstituim të kuvendit e vazhdim tek pika tjetër votimi i qeverisë. E fundit. Votimet janë të ndara, nuk janë të përbashkëta. Votimi për kryetarin e kuvendit bëhet ndaras, për nënkryetarët e kuvendit bëhet ndaras, pastaj letra prej presidentes së vendit shkon tek mandatari dhe kështu formohet ose hyn në votimin e qeverisë. Në fakt ju një blok po vendosni qysh para takimeve duke thënë që nuk lëshojmë faj për postet për emrin e kryetares së parlamentit. A është Vetëvendosje këtë rast e interesuar ta bllokoj, por të aludojnë opozitën që po e bllokon këtë proces, me që ata kanë qenë të gatshëm për emra të tjerë të diskutuar. Në fakt, ajo gatishmëri e treguar për emra të tjerë më shumë ka dërguar sinjal të synimit për qarës në raport me vetë grupin parlamentar, se sa që ka tregu një gatishmëri se ne mund të hyjmë në proces votimit për dikë tjetër. Edhe njerë për i theksoj, Lëvizja Vetëvendosje, grupi ynë parlamentari i përbashkët, nuk do t'ju përcaktoj kandidatët partive tjera në këtë rast Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, kënde dërgojnë, Aleanca nuk ka të drejtë, se është partia e pestë, por dy partit e para shqiptare se kë dërgojnë për nënkryetar të kuvendit. Po, prandaj kjo është minimumi i synimit për të shku drejt zhbllokimit dhe natyrisht për të nxjerrë një rezultat pozitiv. A i të negociu ju me njësë në këtë rashtë, ka 3 vota dhe për shambë dhe një deputet tjetër atë Boja ose Duda Vajra.
Ai ka negociuar ku është marrëveshja me nismën, se vazhdimisht. Unë mendoj se votimi në kuvend është publik, ju po e përcjellni, po e shihni qëndrimin e nismës, deri në këtë moment nuk ka pajtueshmëri nga ana atyre për vot pozitive, siç e keni parë, dhe siç është vot e deklaruar e 3 deputetëve të nismës. Pyetja e fundit. Nëse zotri Haradinaj thotë që na jemi të gatshëm për bashkëpunim, në rast se ju duhen votat, cili është bashkëpunimi që mundet me ofru vetëvendosja? Paksa e vështirë midis deklarimeve të mbrëmshme të zotit Haradinaj për kryeministrin Kurti dhe deklarimit të sotëm se është i gatshëm për bashkëpunim, të gjendet një bazë e shëndosh për të ecur tutje, por vlen të analizohet se çfarë ka ndodhur midis natës së mbrëmshme dhe ditës së sotme, që sot ndryshoi qëndrimin në raport me deklaratat tepër të rënda dhe ofenduese e fyese ndaj zotrit Kurti. Ju falenderit shumë, ju falenderit. Thank you.